Sa është doza ditore që rekomandohet doktor Adriatik e hekurit? Varsisht prej gjendjes të organizmit, shkon me peshë, me kilogram peshë trupore, por hekuri këtë rast varsisht sa humb hekur. Dhe më thënë, te mashkujt, kër kemi anemi për shkak mungesës të hekur, kemi hekur të ullën, dhe më hullum të gjithmonë shkaku ka shku gjaku, ka rrjedh gjaku, gastrointestinale, zakonisht te mashkujt, se s'ka ose në smundje maline, te mashkujt. Atë femnat është dhe prej ciklit menstrual, pak i zgjatën me qenë cikli, pak sasi më të madhe, mandej prania e miomave, cistat ndryshme, dhe më thënë, ujnë me shkaktu gjakderdhje, dhe më thënë me ullë vlerat e hekurit, dhe më thënë prej gjakderdhjes bin vlerat e hekurit, dhe kur bin vlerat e hekurit, normal që manifestohen me një lodhje të kësume, me një plukshtit të kësume, me një humbje përqendrimi, me një kokëzimbje në veti, me një dopsim floksh, me dur të ftohta, me kam të ftohta, me ngërçe këmsh, dhe më ka me rrahje të zemrës pak më të shpejta, dhe më ka shumë simptoma që tani të bëjnë me menu që ke edhe smundje tjera shoqëruese. Kështu që është mirë me u kompenzu hekuri, por duhet me u ditë kur dhe sa me u kompenzu. Dhe kompenzimi shkon gjatë, qysh është dhe humbja e rezervave të hekurit, por sigurisht që me mos. Më dhe hekuri venoz i bet atëherë kur argjohen mundësit me u kompenzu përmes rrugëve orale. Dhe më thënë, për shkak se mundet me japë reaksionet alergjike, jashtëzakonisht fuqishme. Dhe kur e mendojmë këto po ipen nëpër shtëpi. Po, edhe ato kur ipen nëpër institucione, gjithmonë pacienta që duhet me ju rekomandu hekur venoz, gjithmonë ja u rekomandoj që dozat e para të hekurit venoz me i marrë në qendra mjekësisë familjare ose në spitale për shkak një reaksionit më shumë. Absolutisht është gabim me marrë terapi venoze specifike të shtëpia. Nëse ndodhë në shtëpi është bukur problem me nxjerr pacientin. E vërtet.